Fejzullah Mustafa konsideron se në këtë rast ka elemente të veprës penale, për çka tha se kanë dërguar rastin në polici, por se nuk janë marrë asnjëherë në pyetje. Unë dhe që jo që është vepër penale, konsideroj që kjo është një krim organizuar, sepse në kuadër të testimit, të procesit testimit, aty janë të involvuar dy më shumë personë. Ai që nështrohet provimit, ai që vendos kamerën, ai që e ndihmon nga jashtë procesin e testimit, unë mendoj që jo që është vepër penale, po është krim organizuar, sepse ka dy më shumë njerëz të cilët janë të involvuar në proces të kryerjes së provimit në mënyrë jo legjitime, jo legale, përmes kamerave të cilët kopjojnë ose marrin informacione nga jashtë për përfundimin e procesit të testimit. Betimi për drejtësi ka dërguar pyetje në policinë e Kosovës, por të njëjtit fillimisht nuk janë përgjigjur. Në anën tjetër, në prokurorinë themelore në Gjakov, treguan se për këtë rast raportin informues nga policia e Kosovës, përkatësisht sektori për hetime financiare në Prishtinë, e kanë pranuar më 7 shkurt të këtij viti. Sipas përgjigjes, rasti është duke u trajtuar dhe janë duke u grumbulluar informacione. Në ndërkohë, betimit për drejtësi u kërkuan informata shtesë nga policia e Kosovës. Saktësisht u kërkuan përgjigjet e prokurorisë themelore në Gjakov dhe Ministrisë së Infrastrukturës. Pas dërgimit të informatave, policia e Kosovës ktheu një përgjigje, në të cilën u dhanë informatat e njëjta që betimi për drejtësi i aporcolli paraprakisht këtij institucioni. Pra, në përgjigjen e tyre tregohej se muaj më parë është dërguar raport informues në prokurorinë themelore në Gjakov. Po ashtu u kërkua intervistë pikërisht me zyrtarin hetues, të cilit i u dërgua shkresa për këtë rast, por deri në publikimin e këtij emisioni nuk u pranua asnjë konfirmim apo përgjigje. Betimi për drejtësi kuptoi që një rast i ngjashëm në njësinë e patent shoferëve në Gjakov kishte ndodhur disa muaj pas. Sipas informacioneve nga burimet, policia kishte arritur në vendin e ngjarjes, pra në sallën e testimit, dhe kishte kapur këto pajisje tek kandidatët.